Me qëtë pjesë ka dhe shumë persona të cilët nuk ju mundësohet puna për shkak të nivelit të edukimit. Do më thonë, jena keq, jena në situatë shumë të keqe. Mendoj që si popull në Kosovë është situatë mbi jetese, sepse jo është një klasë shumë e ulët edhe një klasë shumë e lartë. Këtë mesatarën është shumë vështirë me përthëku me çmimet që i kemi në Kosovë. Shëndritje tha që mbase jemi në atë fazën të mbjetesës. Si mendoni, a qëndron kështu? A është kjo realisht? A është kjo çka e shohim ose çka pasqyrohet jashtë? Sepse nga njëherë ankohemi, por edhe bëjmë një farjete. Unë se mendoj që është. Nuk e di. Ndëgjanë, valla, unë po du më shpër edhe kështu në studien atë kuptimin shumë shoqëror, po edhe nëse flasëm edhe si profesionist, një diçka e para, përderi sa jetojnë qytetarë këtu, ja dalin disi. Ka diçka që ata po mund më silë këtu ende. Edhe një diçka e thamë që kur flasëm mbi jetesë, tash në varet edhe si e cilëson, por unë mendoj që qytetari i Kosovës në raport me para 20 viteve, s'po llogaris, po krahasojmë me vitet 90-ta edhe më heq, sot qytetari i Kosovës nga ona e mirëqenies, nga ona e të bërit jetë, e ka jetën me një mënyrë pothuajse barabar me shtetet e perëndimit. Ju ka rrit standardi i jetës, ja vetëm pak. Standardi i turshyrjes, standardi i transportit. Pas këm debat Mustaf sot. Nuk pajtona plotësisht, jo. Ti me gjej argumentet tuan po thënë që qytetari i Kosovës sot, nga ana e turshyrjes, nga ana e veshmbathjes, nga ana e transportit që bën, nga ana e ambientit në banimin ku ka, e ka jetën barabar me shtetet e perëndimit. Nëse flasëm për më njerë mbas lufte, ose para lufte, unë mendoj që më gjithmonë kam thënë qytetari i Kosovës sot. Të tashmë, për sot, me këto kushtet që kemi, dhe një diçka, nëse mendoni që ashtu me pas me një farë mënyrë jetën edhe qytetarët e perëndimit ankohen që kanë probleme me të hyra, është shumë natyrshme. Edhe tash me këto kushtet që i kemi, dohet mos sjell këtu sepse nuk ka dhe zgjidhje më largu nga vetë. Normal na mend suni qesëm pi kokës se do të me jetu diqysh. Po nuk mujna me thonë jashtë jena të barabartë me njerëzit ose popullin në... Shka ki mango ti nga ona shërbimit, internet ki, infrastrukturë teknike ki, nga ona sigurisë mendoj që është në rregull ambientin që e ban, edhe në diçka të thap. Edhe këto studie tash si televizion, çka ka mango me një televizion nga jashtë. Nga ona shërbimet, për atë arsye be tham. Mu po më pëlqen shumë optimizmi që e keni zotin Mustaf, po nuk qëndron. Asnjëherë s'kam qenë fakt optimist, gjithë realist, as si ekonomist do të më qenë realist. As jam pesimist, as optimist. Por po flasim me dhonat e prekshme edhe me dhonat ekonomike që janë. Sot kur flasim do thotë që çka kiti më internet ka. Si në perëndim si këto. Çdo teknologji që del në perëndim e ki këto. Tash në diçka dhe tjetër për thamë. Kuptoni që tash është jeta ambicioze, jena në ekonominë e tregut. Nuk ka me ekonomi të komanduar që në atë kuptimin e me një farë mënyrë me na i siguru shtetit disa gjana, edhe plus edhe ati prodhimet, asoj industrisë, ati biznesit që shka qenë ndërmarrjet shoqërore, sa me prodhu, sa me shit, sa me qitë çmimin, ma nuk ka. Kuptoni që tash jem në ekonomi të tregut. Kur kemi pas disa debatën me mëngjes, kur ju theshe, ej, kurseni, si ka dy të mira, ju theshe, jena po do në më hërgju që ornalitet. Jo, atë që të flasë shka. Okej, në regull, jo, për debat kena arë. Kur kurser, i ban të mirë vetë vetës. Po me një familë e vedison edhe shqitësin. E ju keni dash me kriju një loks, ashtë ja po fsheharin. Jo, absolut nuk dua të thëmë që kemi kriju loks, sepse në momentin që një person krijon loks nuk ka pasigurim vetë, ka sigurim. Ka nga ata që nuk din të gënjen vetë dhe gjenje ekonomist. Qytetarët të Kosovës vitet 90-ta edhe mbas lufte, me video e veshjes tani. Po në vitet e 90-ta me 2025 na për çfarë po flasim. Kuptoni që do të tash ka standard. Tash edhe mënyra e jetesës është më ndryshe. Standardi që bapave. Deri në ora të 9 kemi. A mundem të di diçka për studentat po flas, okay? Dy djemtë e mi studiojnë, okay? I mbajnë ka dy, jo, në Londër. I mbajnë ka dy puna, i suportojmë ne prind, okay? Edhe kur e kryen fakultetin, janë me 50.000 euro
në borç të shteti se e kanë kry fakultetin, edhe punoj pa ndalë. Dali njerë Shteti ka borç fëmijëve tu? Jo, fëmijët e mi kanë shtetit. Pse? Pse duhet me marrë lonë personal Po kredi. kredin për me e kry fakultetin. Okej? Edhe e kryin pasit punësohet e këthem borqen. Masit punësohet, edhe ekonomi. Po, qa po du me të sonun, që unë i kjo kom është po flasin për mundësit që duhet kryohen. Jo, qa po du me të sonun, një sens po e kuptoj. Që ti edhe me punu, është shumë normale. Unë një sens po e kuptoj, se unë punoj edhe me studenta në Kosovë. Se cili me markat më të mira top të veshuna, se cili me vetur, se cili me telefon të fundit, okej? Edhe fakultet kur e kryn, nuk e ka as një borç edhe fillon jetën. Që kjo mu po flasim për një klasë të cilën është më e shprehur se sa një klasë e cila nuk shprehet fare. Do më thonë, unë thash janë 2 tabore në Kosovë, një klasë shumë e lartë, që ndoshta edhe veshët bukur, shkon në shkollë private, kryen fakultet, vozit vetur të shtrejt, ka telefon të shtrejt, po ka edhe një klasë tjetër që mezi ja del. Tash, ku është faji, na nuk mujna tash me cilësu se ata din edhe këta nuk din, por është faji të standardi i të që dikush e kryon. është e pa drejt mi thonë, këta s'po din me jetu është Po dhe, po nuk mund është mi thonë, por janë edhe binarë të jetës që shtu dheqen. Se dikush mundet me mbri diçka prej zerës edhe me u bo multimilioner për shambull. Po, është ideja që Unë është komplet ndryshe. Po. Këtë qasjen se qysh duhet me matna vërtet sa është jetese e vështirë në Kosovë. Na duhet me krasu me Nëse është paga mesatare, dikon ma pak se 500 euro, dhe